që nuk janë pjesë e qeverisë. Dakor, okay. Kjo është e qartë dhe thjeshtë, prokuroria është një prej tyre, kjo është organ ekzekutiv, nuk është pjesë e pushtetit të Tani këto janë lojë fjalash. Rrim ke thelbi, se sigurisht. Veprimet e SPAK-ut kontrollohen nga gjykata. Ai Dumani tha çaj themi ne bën gjykata, kështu që e lëm këtë. Po pra, edhe ajo është e ke kuptim tjetër. Po mirë, mund ta sqarojmë sa të duam këtë gjë. Edhe herë, nuk mund të thuajmë kështu gjërat edhe pastaj ti lëm njollën kot. E tha Dumani atë, po, që veprimet tona janë certifikuar nga SPAK-u, po nuk tha që e urdhërojmë ne. Tha që a janë të drejta sepse ne punojmë me përkushtim dhe SPAK-u e ka dëshmuar të thelbi çfarë doje të kundërshtoje? Këtë gjë që çështja e standardeve të SPAK-ut, jo standarde 2 fish, standarde 3 fish, standarde 4 fish, çështja A, çështja B, çështja C. Unë nuk besoj që SPAK-u nuk ka standarde 2 fisha, ka standarde edhe të 7 fishta. Siç besoj që edhe prokuroria në SBA, dhe në Itali dhe në Francë ka standarde 2 fisha, 3 fisha, sepse është çështje e dinamikës së hetimeve. Ne nuk mund të hyjmë dot kurrë në teknikat hetimore. Pse morën pyetje këtë, pse morën këtë? Pse morën sepse e para hetimi është i fshehtë. Ne nuk e dimë se ç'duhet për SPAK-u për personin A, për personin B, për personin C. Çështja e afateve. E para afateve zonë Berisha kanë përfunduar dhe ai nuk është në fazë hetimore. Është në gjyq që për dhjetorit kaluar. Çështja e Zodit Meta, nuk kanë përfunduar afatet hetimore për Zodit Meta. Kanë nisur sepse ka afate hetimore që nuk të lënë ligji. Unë nuk marr vesh teknikisht. Ditë them që duket jo normale që të thosh 5 vjet një kryetar të opozicionit. Jo, po të ky është fakt politik. Ky është fakt politik. Lutem, po jemi aty sepse s'morë këtë, pse morë këtë, pse pyet këtë. Po kjo është pjesë e teknikës hetimore. Teknika hetimore zgjidhet nga prokurori. Ti po thua që SPAK-u është krejtësisht i pavarur. Unë sapo thash që SPAK-u ka probleme të. Po është normal të ketë 7 standarde se kështu ka edhe në Amerikë, është teza jote. Jo, sepse po ti kështu the. Është normal. Që ka edhe në Amerikë 7 standarde, le të ketë se ka edhe në Amerikë. Po më dëgjoj pra. Duhet të ketë SPAK-u një standard apo jo? Unë besoj duhet të ketë një standard. SPAK-u përpiqet. Duhet të ketë vetëm një standard. SPAK-u përpiqet mendoj. Nuk ka rëndësime. Të lutem. SPAK-u është një institucion që ne kritikojmë sa herë të duam. Patjetër. I japin llogari se paguhet nga ne dhe do të japin llogari politikës, do të japin llogari parlamentit, do të japin llogari. SPAK-u unë mendoj se ka një standard. Kritikoj SPAK-un. SPAK-u përpiqet të ketë një standard, por mund të ketë disa mund të ketë 7 standarde. Sepse është dinamika e punës dhe ato certifikohen nga gjykata. Gjykata thot e ke shkel këtu dhe këtu. Pra është më bet e kohët këtu domethënë. Pra bashkë. Jo, s'ka. Se çfarë bëjmë? Ne hyjmë nëpër teknikat hetimore. Po ti po hyn në teknikën. Hyn hetima burrë. Ti the s'ka pyet këtë, ka pyet atë. Kaloj afati, s'kaloj afati. Këto janë çështje të procedura në kodin penale. Po heton të shkuarën 4 vjet dhe mu 5 vjet heton të shkuarën. Sepse Mitterrandi është hetuar 10 vjet. Sarkozia 8 vjet. Po ta them unë se e di këtë gjë. Chiraku 20 vjet. Berlusconi 30 vjet për gjyqje. Është normale kur ishte kryetar, kur ishte presidenti, kur ishte kryetari i opozitës, kur ishte politikan aktiv. Apo mbas që dalë në pension. Apo mbas që dalë në pension. 7 vjet mbas që dalë në pension. Ka qenë kryeminist. Netanyahu ka 6 vjet. Drejtësia e vonuar është drejtësia e munguar, është parim A i drejtësisë, që nuk mund të zvarritësh proceset. Po pra tani çfarë po justifikon? Po çfarë justifikon? Çfarë po justifikon? Çfarë po justifikon? Pra do ta lavdërojmë SPAK-un ne gjithë burrë të mirë në Shqipëri. Do themi të vërtetën. Po kush e vërteta? Vërteta është kjo që po s'ka zvarritur hetimet. Allah. Po. Nuk e di unë, ti. Po patjetër më incineratori ka 5 vjet. Unë mendoj kam prirën, ti jap benefit of the doubt. Të mendoj që ajo po bën punën në mënyrë serioze, por ka vështirësi edhe po respekton afatet dhe afatet kur shkelen kontrollohen nga gjykata. Por opsioni tjetër që është indikuar dhe prandaj po vonon, ekziston për ty? Ekziston ai. Ashtu. Nuk kam asnjë provë. Jo, nuk kam asnjë provë. Tani po flas. Tani po jo nuk kam. Pra, atëherë. Dhe unë këto po them pra. Pra edhe opozita këto po thot. Thot ne mendojmë që ka 2 standarde. SPAK-u kontrollohet nga gjykata dhe nga ligji. Digjeti ka thyrë në ligj SPAK-u? Po të gjithë edhe kryeministri nga gjykata dhe nga ligji kontrollohet, çdo njeri edhe unë nga gjykata dhe nga ligji kontrollohet. Jo, po gjykata. Edhe unë nga ligji kontrollohem ka autoritet të plotë për kontrolluar veprimin e SPAK-ut. Edhe kontrollon për ditë. Kaq e thjeshtë është. Pra, se kur hedhim kështu fjalë që pse s'morët të pyetje, pse morët të pyetje, pse nuk duhet bëj debat, unë mendoj vetëm një gjë që duke e lavdruar SPAK-un dhe duke glorifikuar SPAK-un nuk ndihmojnë SPAK-un. Të hyjmë në çështjet hetimore për mënyrën si SPAK-u kryen hetimet. Edhe mund të bëhet, por nuk kemi kompetencën dhe informacionin e duhur. Kjo është e gjitha. Unë po them që se nuk dua ta monopolizoj, po them diçka. SPAK-u ka bërë punë të mirë, siç edhe SPAK-u ka krijuar standarde 2 fisha dhe SPAK-u duhet të njësoj praktikën e vet. SPAK-u duhet mbas zgjedhjeve, ka ndodhur çka ndodhur, duhet që përfundimisht të konsolidoj standardet e veta dhe të trajtoj politikanët të gjithë njësoj para drejtësisë. Këtë duhet unë. Edhe unë mendoj që SPAK-u po përpiqet të trajtojë për ja të marrin dhe pyetjen e Lubonjës. Sepse është shumë e vështirë, sepse në një vend korruptuar plotësisht, në një vend të vjedhur dhe të shkatërruar, në një vend të masakruar, në një vend me krim të organizuar, me trafik droge, me të gjitha, që është pjesë e politikës për 30 vitesh me miliarda dollar. Nuk është kaq kollaj të thosh ti do standardin e equilibart, nuk mund ta kesh dot. Është shumë vështirë. Ka 10 faktorë dhe aktorë që ndryshojnë të mëra që interferojnë. Okej, mirë. Justifikojmë mund gjejmë sa të duam ose avokati ose mbrojtje, po ama të lutem